folëm, gjërat I kemi mbu, inshallah shumë shpejti do dali, keni sa projekte të reja, it was so good, man. Çdo gjë ishte sweet, famla, çdo gjë mirën. Mirë, bro, mirë, folëm, I kemi mbu gjërat, Gerti, përshëndetje. I just watched the video, bro. I see the video that this lot have posted on top channel. It's crazy because I'm actually being used for people trying to raise their audience. Like they're trying to raise their audience, and I'm watching the video and it was just heartbreaking, bro. Like it was actually heartbreaking. The maddest thing is they've posted the video 3 hours ago and they've hit 800,000 views. Never in the history have they hit 800,000 views in 3 hours. Gango ishte I që, you know. So, njerëz jepni support, man, se it looking like po I bien ato bëni sa më shumë, bajani gjalla të gjatë derisa t'ja dali situatave, bro. Yeah, man, zemër bardhë në way, innit. Po, provoni, se di kush është këtu nga fansat e 24-s, po. Provoni me ja mbajt gjallë sa më shumë atë çfarë ka ndërtuar e qa po provon me ndërtuar, bro. I bëni sa më shumë share, repost, bëni tag 24-s, yeah, man. Free Clevio Serbiano, bro. Free Gango. Juve që jeni këtu, që jeni fansat e Gangos të 24-s, provoni me çdo, sidomos të kenga që kanë zirë, bëni share, repost, I bëni tag, e vetëm mbajeni qarkullim, derisa t'i mbylli problemet e tia, inshallah. Pa fola me Clevion, ishte mirë, ishte okay. Të thënë vërtetën, bro, you know what? Dukesh më fresh këtu që e pash tania, dukesh më I freskët më se sa atje ku ishte, këtu dukesh si kur ishte, you know, like hood rich. Si kur ishte, how can I say it, hood rich, si me afa në Shqip. Si kur ishte I pasur në ghetto, innit? You know, like rich in the ghetto. So yeah, man, follow me Gangon, follow me Clevion, çdo gjë I kemi bërë. And inshallah, lirim për çunat, vlla. Lirim, fansat e Clevios, kush është këtu nga Gango, tërë çunat e 24-s, I bëni like, I bëni repost çdo herë kur ju dalin ato fotot, videot, sidomos te kenga e re që sa kanë zirë. Provoni me mbajt gjallë, bro. And yeah, man, that's about it. Pash video që nëzërën në top channel. Ajo është pjesa e pare videos. Me qa di, është edhe një video tjetër, janë 2 video. Aty ku kishin 3 armë, që po më gjoni me 3 armë. Ikën me vrap, kur u futa te guzhina, ikën me vrap u trembën. Për zotin nuk e di pse u trembën ashtu, nuk e di që u trembën aq keq, kur u fsheva te guzhina, u janë tromaksur, u trembën në maksimum, dole me vrap jashtë, pastaj video e dytë është e një video tjetër që futen prap brenda. And yeah, bro, that's about it, man. What else? Po provoj me nxjerr sa gjërat e mia, one little project. Dhe mbaroj atë këngën e jeta e rrugës, vëlla, like. Sidomos të tërë, besoj se deri tani e keni kuptuar momentin që përmendet Gucci, thyet rritemi, flipin rrjeteve sociale. Like, momentin që përmendet Ore, ky vëfathead, është Sami që u fut këtu, apo është dikush tjetër?
O Sami, a je ti ky me këta level 38, apo është në njëri? Sami, is that you or is it someone else? I just need to get me a producer, bro. Edhe me duhet një producent, edhe do mbaroj atë jeta e rrugës like, refi im, you know, I'm gonna finish my little music. E kam ndërtuar YouTube-in tim të 12. Is that Sami? Sami, a je ti që po m'vje me level 38? Me 39. A je ti te kjo account, apo është në një fans? The fathead. The fathead. Te daja ja kalova mirë, takova Klevion, fola me Klevion, Sami. Takova Klevio Serbianën, Gangon, ndentëm, folë me Gangon, ato sharje që kishim, i vam dorën njëri tjetrit, ishte mirë, ishte okej. Ishte, po qëndronte i fort, mashallah, ishte mirë. Yeah, man, me Dajen ja kalova mirë, në den ta vizitova Dajen. Njerëz të Klevios jeni këtu jo, mbajeni gjau atë famën e ti, bro, bëni like, bëni repost atyreve kangve që kanë zirë. And that's about it, vlo, man. Tani unë po pres me gjetë do një producent e me nëzirë një kangën tim, vlo. Video që doli e keni par vet, nuk po mashtroja. Ishin 10 veta, ne vetëm 3 veta ishim. 3 njerëz kishin armë dore, po më gjuani me mvra, vlla, po më ndiqnin me mvra. 42 burgje, respekte, bro, duha me nxjerr këngën time 42 burgje, vlla. Edhe më duhet një producent. Të gjithë që jeni këtu 3000 veta, për respekt për Klevion, se u takova sot me Klevion, të shkruani free 44, faleminderit kusho. Të gjithë shkroni free 44. Kapeni këtë meme njerëz, është mirë të shikoj njerëzit këto momente. Sidomos e keni par vetë në fragmentet që ndodh nga sharjet, vlla, në njëherë gjerat ven ekstrem, po. Zoti ishte i mirë sot, shqyr, takova Dajen, vizitova Dajen, kur isha me Dajen, dolive Klevio aty te Hobori, ndentëm, i vam dorën njëri tjetrit për sharjet, për çdo gjë. Ishte nice, bro, është gjë e mirë se. Besoj se po i shikoni vetë gjërat që po ndodhin me mua. 10 veta kundra 3 veta ishin, me 3 armë, provuan vrisnin, vajtat të fshihesham te kuzhina, nuk e di qa patën që u trembën e ikën me vrap. Pastaj është një video tjetër, te video e dytë hym brenda, po nuk e di ku është kjo video, o kush i ka këto videot. Na mbaruan plumët. Sa herë gjuajtë me pluma një, se të telefonin që Gucci po mashtron, nuk ishin 3 armë, nuk gjuajtën me pluma. Juve e keni par video njës. Sa pluma numruat. Okej, te video e parë është 4 pluma. Tani ata, kur vete unë te kuzhina, ata dali me vrap. Nuk e di pse u trembën ashtuja, nuk e di qa patën. Edhe ikën me vrapin. And then, po unë nuk gjueta, nuk isha, edhe që më fan atje kur isha në spital që më fan, kisha 3 çështje penale në spital, më fan që do të bëjmë për 3 çështje penale për mos kallëzim krimi, për armë mbajtje pa leje, edhe për atentat vrasje. Po unë nuk kisha armë, nuk e dija, edhe
nuk ka tentova me vra njëri. Sa shiqy Zoti u gjeta i pafajshëm. Qa tjetër? Te video e dytë, nuk e di kush e ka videon, nuk e di se vetëm një fragment kishte dal, nuk e di qysh doli, po vim prap, ikin me vrap kur futem te kuzhina, edhe dal una, kur dal ata vim prap. Aty kanë gjuajt më shumë herë me armë. Besoj se policia e shtetit e ka bërë punën e vete, i ka gjetë se si e keni parë videon, as nuk janë të maskuar, nuk janë ashtuën, nuk janë me kapuqa. Free 24, të gjithë bashkë Free 24. Pa nga sharjet e tepërt më, e keni parë vetë si ven situata, që ndodhin. Tako me Klevi, isha me Dajen, vizitova Dajen të burgu njëz. Edhe i vam dorës njëri tjetrit për sharjen, bro. Like. Sa ajo ishte gjë pozitive, vlo. Gjë shumë pozitive, se të them vërtetën, shumë njerëz nuk janë kaq shumë me fat. Daja po Klevion, jo. Nuk po të kuptoj, vlla. Nuk po të kuptoj, a je Sami, a nuk je Sami. Daja po Klevion, jo. Po, takova Dajen. Se s'kam qef të përmend emra njës, man. Takova Dajen tim, isha me Dajen. Daja ishte mirë. Inshallah del shumë shpejt. Është dikush që është i vetmi që më ka mbetën. What can I say, bro? E i shkredi ka vojt një fas me më uj me burgje. Ka bërë gati 19 vjetë burg. Inshallah po del, vlla. I takova të dy, po... Jo, Sami, i takova të dy, vlla. I takova të dy. Takova Dajen edhe takova ve Klevion. Vajta takova Dajen, vizitova Dajen edhe takova ve Klevion, Sami. Dajen, tipo... Nuk jam mirë, valla. Qa do të them, si jam mirë, nuk po ndije mirë. Po ndjeki me mvra pa bërë asgjë, njëri s'kam vra, njëri s'kam prerë. U them njerëzve, ndovi këshu njerëzit, nejse man, se cili ka opinionin e tyre, zërin e tyre. Apo më përdorin për video me ngrit audiencën e tyre. Po përfitojnë nga çdo gjë nga atë mijat, e unë jam këtu flipin po luftoj me flipin jetu, vlla. S'po më vjen mirë. Dhe go s'ke, du trambënin e u futa në kuzhinë, vlla. U futa në kuzhinë, momentin që hyra në kuzhinë, ikën me vrap. Isha i plagosur, më quen spital, as nuk donin të më qonin spitalin.
Aty në spital më kapën të roqen, like, nga të rego kush this that. Like, come on bro, man, nuk e dija, vlla. Pastaj më hapën 3 çështje penale, pa atentim vrasje më thanë, armbajtje pa leje, mos kallëzim krimi. No, nuk qillova asnjëri, vlla, nuk e di çka kanë këta njerëz, vlla. Like, momentin që fshihem në errësira, friksohen e ikin me vrap e trembem, vlla. Sa herë numruat që më gjuajtë në njerëz, unë provoj me ju tregu juve. Sa herë numruat, tek video e parë më kanë gjuajt 4 herë me pluma. Video, fragmenti 2 kur vin 4-5 herë kanë gjuajt, e video e parë kanë gjuajt 5 herë. Herën e 2 kur vin brenda, vetëm keni me numruar sa herë gjuajmë, vlla. Pa, anyways, man, gjë më e mirë që të shqyqy Zoti që jam gjallë, shkafsia e jetës, qysh kam jetuar jetën time, qa kam përballuar në jetën time, që 14 vjeç, që fëmi vetmuar vetëm, më shpëtoj jetën, reagimet e mia më shpëtuan jetën. Nuk e di, vlla, ku do i çojnë. Nga ana ime, unë s'pash gjë, nuk e di kush ishte, unë vetëm po provoja të futesha te kuzhina. Nuk e di ku do i çojnë, te kush burg kam për t'i çuar, besoj se te burgu Fieri do ven. Nuk e di kush ishte o qa ishte, unë e vetmja gjë që pash që kishte një kuzhinë atje, e vajta me vrap me u fut brenda në kuzhinë. Nuk e di pse u trembën kur u futa brenda në kuzhinë, nuk e di pse kanë ikë me vrap ashtu. Të 3 ishin me armë në dorë. Ishin 10 veta kundra 3 veta. Se kam pas armëve unë. Kështu më hapën 3 çështje penale, po më thonin që ke 3 çështje penale për armbajtje pa leje, për atentim vrasje, edhe për mos kallëzim krimi. Për Zotin nuk atentova të vrisja asnjë njeri, nuk kisha armë, e vetmja gjë që pash në atë natë, pash që kishte një kuzhinë, e vajta të futesha, me pak fjalë hecat e kuzhina, Po nese, ti Sami, a je akoma këtu, ja? Se unë me ty nuk kam fol shumë në Sami, po. Sot kur vizitova dajen e Sami, vizitova dajen tim, edhe takova dajen e takova dhe Klevion. Unë me Klevion i vam dorën njëri tjetrit për sharjet e për çdo gjë. Edhe ty e Sami, si kur kisha qef të flisja pak. Fa më vërtet në kisha qef t'ipja dhe ty dorën për këto sharje, këto gjera, bla. Se me qa po shikoj, e me qa po shikon tër bota. Nuk po të kuptoj me këta mesazhin që po më shkruan di blu. Qa do me thënë di blu? Ti shprazi plumbat, di blo ti shprazi plumbat. Nuk po të marrë vesh, qa do me thënë kjo gjë? Për kanë arrestuar Diablon për gjujtje që më ka gjujt mua me pluma. Një
njerëz nuk po i marr vesh, nuk po i kuptohesh, arrestuat Diablo për se nuk e kam des telefonin sot, nga e që isha vajta vizitova Dajen, takova Veklevjo Serbianën,